afëri. Unë i luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt, por dhe Focus TV. Ju falenderoj që më ndiqni në fund të emisionit. Ju lutem mund të subscribe-ni, abononi në kanalin tonë. Presidenti Trump ka filluar të shfaq disa probleme që duan t'i krahasojnë me problemet kognitive të Bidenit. Natyrisht mosha e madhe dhe kur kërkon të flas pas një limit, natyrisht do të ketë misprononcime, pra shqiptime, spellime të gabuara, por dhe probleme të tjera. Në fjalimin që mbajti në West Point, nuk ngjasoi me presidentin Biden, i cili ka shtrënguar duart me të gjithë ata që kanë përfunduar studimet në akademinë më të lartë ushtarake, por tha unë po largohem se do të merrem me Rusinë dhe me Kinën, në fakt shkoj për të luajtur golf. Presidenti Trump, e kemi thënë, është atipik. Betejë e tij e madhe është në Senat. Në qoftë se nuk kalon ai që quhet Beautiful Bill, pra ligji i bukur, mbasi ka kaluar në Kongres me një vot, do të ishte një turpërim për presidentin Trump. Janë disa senatorë që kundërshtojnë shpenzimet, kërkojnë ulje, pra duan të jenë konservator fiskal, siç janë neokonservatorët. Problemi është që Partia Republikane nuk ngjason me Partinë Republikane të neokonservatorëve, por kontrollohet tërësisht nga presidenti Trump. Trump kërkon të rritë shpenzimet ushtarake në $1 trilion, rritje rrogësh, ajo domi ndaj raketave bërthamore, ndërkohë që synon të shkurtoj deficitin buxhetor që është $2 trilion dhe deficiti tregtar $1.2 trilion. Në masku në ndihmë kërkon të premtoj fillimisht do të shkurtonte $2 trilion, deri tani ka shkurtuar Dodge $160 miliard, në qoftë se vazhdon me këtë ritëm, mund të shkojë te $700 miliard. Nuk e zgjidh asgjë. Presidenti Biden u has kombëtare, i shtoi $7 trilion, është 36 deri në 37 trilion, çka e lë presidentin Trump që çdo ditë interes bankar $3 miliard, pra $1 trilion në vit. Aq sa janë shpenzimet ushtarake. Ndërkohë që shpenzimet e mëdha për sigurimin shëndetësor për të varfërë shkon $1.5 trilion në vit. Kjo nuk preket, megjithëse republikanët ka thënë do të shkurtojnë $800 miliard pikërisht tek Medicaid, por për 10 vjet. Me kaq nuk kryen asgjë. Trump ka kërkuar me ngulm që të ulet interesi nga Powell i Federal Reserve. Ai thotë jo. Në qoftë se interesi i Federal Reserve është 4.5, mortgage-it për të bler shtëpi shkon te 7%, çka ul ndërtimin e shtëpive të reja dhe blerjen. Trump ka disa opsione. Problemi i parë është që të bëj shkurtime drastike. Nuk e lejojnë shumë të bëj shkurtime, siç thash buxheti ushtarak $1 trilion, ai i siguracionit të shëndetësisë për të varfrit $1.5 trilion. Te sigurimet shoqërore nuk hyn dot, sepse janë votuesit e të shumët. Mund të rrisë taksat që të marri, për shembull nga tarifat, ai thotë që po marrim çdo ditë $2 miliard në ditë, thuajse po balancon pagesat e interesit. Por këto janë taksë shtuar dhe gjatë rrugës do të dëmtojnë votuesin e tij, klasën e mesme dhe klasën e varfër. Por ai ka thënë që do të kem shkurtime, do të ta zgjat shkurtimin e taksave për korporatat $4.5 trilion, sepse këshilltarët e tij thonë që duke bërë shkurtime taksash, ekonomia do të rritet dhe do të gjenerojmë shumë të ardhura. Ka drejt. Përse Federal Reserve nuk ul interesat. Ekonomia duket mirë. Inflacioni i moderuar. Janë krijuar vende pune, po rikalkulohet GDP-ja, pra është një moment i shëndosh për ekonominë që të kemi ulje të interesave. Trump si real estate ndërtues gjithmonë kanë dashur interesa të ulta. U bën dekada që
nga kursimet tona në banka nuk marrim asgjë nga bankat, zero interes. Bankat fitojnë, fitimet. Ajo që goditi Trumpin është agjencia e kreditimit, Modi, uli rating për qeverinë amerikane. Nuk ka ndodhur në depresionin e madh, nuk ka ndodhur gjatë Covidit, nuk ndodhur në 11 shtator, nuk ndodhur në krizën 2008. Uhaja është 36 deri në 37 trilion dollar. Si mund ta zgjidh zoti Trump këtë problem? Mund të kthehemi në histori edhe Romës, Athinës dhe rilindjes në Itali, sepse kanë ndodhur këto kur perandoritë e mëdha kanë pasur huat mëdha dhe si e kanë zgjidhur. E para është Weimar Republic në Gjermani, ku fryhet dollari dhe borxhin e paguan me cheap dollar, me dollar dobët. Por kjo krijon probleme të mëdha në ekonomi nga pas. E dyta, por që ka qenë vrasëse për civilizime, të konfiskosh pasuritë të pasurve. I keni parë në median amerikane që oligarkët duhet paguajnë më shumë, ata që bën miliona, triliona. Edhe kjo nuk kanë funksionuar si në Athinë, si në Romën e Lashtë, as në rilindje. Sepse të pasurit do fillojnë do fshejnë pasurit, do t'i çojnë nëpër ishuj, ekonomia do të bjerë. E treta që është më e dhimbshme, më skandaloze, Amerika mund thotë nuk ju paguaj asnjë cent. Le të fillojmë nga e para. Pra këto janë tre opsionet. Trump mund të ketë falimentuar në 6 biznese, por e kam thënë, është mbret në marketing, ditë shes, ka filluar të ketë probleme kognitive si Biden. Ka dhënë urdhër që nga çdo gjë që ai flet në shtëpinë e bardhë, nga to reality show, të mos ketë asnjë transkript. Zyrtarisht. Në fjalimin që mbajti në përfundimin në diplomimin e West Pointit, një nga akademitë e mëdhaja, ku dikur ka folur dhe Xhafer Deva sa për DNI, ai pati probleme sepse kur dikush vjen të flet në ditën e diplomimit, gjithë e kemi provuar, vijnë emra të mëdhenj, janë fjalë që i diplomuari duhet i mbajë mend gjithë jetën. Trump, pa sens, pa logjik, a foli për vete, apo përdori një biznesmen tjetër të real estate, sipas Trumpit, që s'kishte pse ta thoshte aty, ka qenë mori një trophy wife, por jeta s'mbaron këtu, me njëre majta e sulmon që Trump po flet për veten e tij se në këto 100 ditë vetëm 2 javë Melania ka qenë në shtëpinë e bardhë. A do të dalë dot Trump? A do të shpëtojë nga sulmet e gjykatave? Gjykata supreme i ka dhënë drejt që ai mund të pushojë nga puna cilin do nga agjencitë federale independente të pavarura, me përjashtim të rezervave federale. Pra, personi që ka në dorë të ul normën e interesit nuk largohet dot nga Trump. Përsa i përket tjerë, çdo zyrtar mund ta heqë. Përse pushoj nga puna 100 vet antarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare? Është rënditse. Thuajse gjysma. Susan Rice, ish këshilltare e sigurisë kombëtare e Bidenit, doli dhe bilbiroi në MSNBC duke dhënë detaje të përpikta nga përditësimet hearing e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Trump e kuptoi që njerëzit aty nuk punojnë për Trump, por punojnë për Deep State. I ka shkarkuar të gjithë. Pra kanë filluar leaks, rrjedhjet nga brenda tij, duke jo dhënë shtypit, sidomos e majta vazhdon të portretizojë si nazist, fashist, idiot, ignorant, probleme mendore. Në Kongres, në fakt, Trump u pa i disekulibruar, në vend të shkonte, andej nga kërkonte speaker i Kongresit, ju drejtua murit majtas. Diçka po ndodh. Ka probleme
base ka të probleme shëndetësore si çdo kush në atë moshë. Ajo që e tmerron më shumë Trump janë akuzat që vinë nga mbesa e tij, e cila i kujton që ka pasur probleme demencie i jati. Trump ka frikë se mund ta trashëgojë. Në atë moshë çdo gjë mund ngjas. Por ajo që po bën zoti Trump, duke e krahasuar me atë që nuk bënte fare Biden, bën që njerëzit të shpresojnë. Flip-flopet e tij njihen. Filloi me lajka ndaj presidentit Putin, ka ardhur një pikë që nuk duron më. Edhe në një deklaratë aty në shkallë të avionit tha që është çmendur Putin, po vazhdon bombardim. Trump nuk e kupton, ose e kupton dhe nuk e thot. Ka filluar të shkrijë bora. Vera është sezon lufte për Putin. Ndaj ka filluar të ketë përparësi në sulme, bombardime, duke shfrytzuar një figurë kloni sipas Putinit për Zelenskin. Ministri i jashtëm hollandez ka kërkuar që Zelenski të jetë pjesëtar në samitin e NATO-s që do mbahet në Hag 24 deri 26 qershor. Jemi të akredituar si Fokus. Kjo do të ishte sjellja më Zoti Trump do ta pranoj këtë. Por në këtë summit do të jetë kryeministri i Australisë, i Japonisë, pra NATO e përdor këtë lloj për të treguar. Boltoni më ka thënë që NATO duhet bëhet international, duhet jetë Irlanda, duhet jetë Izraeli, a shkon më turp, duhet jetë Australia dhe Japonia. Në fakt kur presidenti madh Bush na futi në Shqipërinë dhe e hapi NATO-n, qëllimi kryesor ishte për ndëshkuar Gjermaninë, Francën, këto vendet elitare të NATO-s, dhe është e famshme fraza e Bushit që do ta bëjë që traktati i Varshavës i NATO-s të jetë më i fortë se këto të Europës perëndimore. Dhe është e famshme kur ai gjermanët kundërshtonin që Shqipëria të hynte në NATO, dhe Condoleezza Rice i ka thënë Bushit madh që kundërshtojnë gjermanët, tha po shtoj vetëm 2 muaj për t'ju bërë qefin, por nuk e pyes më. Shqipëria do të jetë pjesë e NATO. Nuk e kuptoj pse nuk ka një bursë George Bush në Shqipëri. E meriton. Jo thjesht si neokonservator, po për ne. Ka 2 akte madhore. Futjen e Shqipërisë në NATO, njohjen e pavarësisë, shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe vizitën si president në Shqipëri. Nuk besoj se do të ngjas për shumë vite të tjera që një president amerikan të vinë në atë tonë, pra në Shqipëri, dhe u prit në mënyrë që ai nuk e harron me madhështi. Natyrisht që shqiptarët si këtu, por dhe dhe me mesazhet që më dërgojnë duan të dinë se ç'po ngjet realisht në departamentin amerikan të shtetit me qasje ndaj zgjedhjeve shqiptare. Unë e kam thënë janë të ftohtë. Në deklaratën që kanë bërë për ne si Fokus, i njohin pa rregullsitë. Por mbase them unë do të presin raportin e Odirit, ndërkohë që Berisha akuzoi që Rama po paguan shumë më të mëdha të ndryshojë raportin, kjo është skandaloze. Por ambasada amerikane ka vëzhguesit e saj. Dhe natyrisht, sikur dhe një vëzhgues mediokër të jetë, do të vërej shumë shkelje në një sistem zgjedhor që duket që ishin votime ajo zgjedhje, por se sa është marzhi indikimit për mendimin tim, vjedhja më e madhe është nga sistemi. Dhe partitë e vogla, duan apo s'duan, më vjen keq t'ja u them, ka qenë një ndim për Ramën, me dashje ose pa dashje. Ishte Shqipëria në një staz që duhet kishte zhdukjet Ramës. Ju thash javën e ka dje që Rama do të hetohet, apo a do të hetohet Rama. Po, ka hetim për zgjedhjet dhe kanë dalë fakte tronditëse
Shqipëri. Rama do të hetohet. Apo a do të hetohet Rama? Ka ndalë fakte të rënditëse nga Sinaloa. Jo më kotë erdhi përfaqësuesi i Departamentit Drejtësisë në Shqipëri. Janë kartelet. Pra, ka lidhje të mëdha. Kartelet e drogës që krijojnë problem, që janë organizata terroriste për këvend të madh, dhe lidhjet që kanë në Shqipëri. Janë toleruar fillimisht më mirë të kalojnë nga grupet kriminale shqiptare sesa nga Maroku, sepse miliardat e fitura nga Maroku shkoshin për ISIS, ndërsa mafia shqiptare i riciklon të kullat e larta të Ramës. 2 dosjet masive në FBI për foton e paligjshme me Obamën dhe përfshirjen shumë të madhe në korrupsion me McGonigal nuk janë hequr. Dumani e ka pasur 6 orë nezën në prokurorinë për... A do të ketë një pazar Rama dhe Dumani? Kjo është e gjitha. A do të rriqen Amerikanët nga SPAK? Dhe a do të përdor Rama SPAK-un për të goditur gjithë kënd, por jo vetëm atë? Ky është problemi. Dumani deri tani ka krijuar idenë që është i ndershëm. Në qoftë se do të bënte këtë pazar me Ramën, SPAK-u bien dhe nuk ka më kuptim. Por gjithçka do të varet nga mbështetja që do të kenë këtu. E kam thënë që Trump është Jacksonian. Më e mirë me armiqt, më i keq me miqt. Dhe kjo rrezatohet edhe tek Departamenti Amerikan i Shtetit. Natyrisht që amerikanët duan statu quo. Kanë probleme në Gaza, kanë probleme në Ukrainë, nuk jemi në qendra e rëndësisë. Por në atë përplasje midis ndikimit rus, lidhjet e Vučić me Ramën, që faktikisht janë me Moskën, do të ishte gabim i madh i amerikanëve t'i largohen ideve të Xhezi Helmsit të madh. Trojet shqiptare, si në Shqipëri dhe në Kosovë, janë trojet ndikimit amerikan. Gjithkush që kërkon ta largojë këtë ndikim, që ta armiqsoj shqiptarët si në Shqipëri dhe në Kosovë, me aleatin ton strategjik real për të cilit ne ekzistojmë, është i zhytur në tradhti kombëtare. Rama është butaforik, i zhytur në korrupsion sa nuk ka ku mban më, dhe ai e di shumë mirë sepse këtu e kanë gjurmuar dhe ja din bizneset. Por me lëvizjet e dyshimta, duke u mbështetur tek ajo Europë BE që po të shfaqet anti-amerikane dhe lidhjet me Beogradin, do ta zhys edhe Ramën. E kam thënë do ta haj pesha e tij, por hetimet këtu ja kam thënë, dosja me McGonigal ka 8.000 faqe. Rama e di mirë. SPAK-u gjithashtu. A e ka marrë SPAK-u dosje? Askush nuk e ndalon. Fakti është që Rama është i shqetësuar nga kjo fitore e madhe, 86 vota, sepse dhe doshim e të është. Do t'jetë një paralele si 96. A ra Rama në një gabim me vetdije, duke dashur të tregohet se unë jam sultan, si Erdogan, si Orban, nuk i e. Je në një vend që janë larguar 1 milion vetë. Jo, kam thënë dhe o them, fitove me banda e bandit. Fundi banditëve dihet. Në pjesën e 2 do të kem një intervistë me doktorin Mila Emnela nga Londra, i cili ka 28 vjet që jeton në Angli dhe shkon voton në Shqipëri, do të më jap një mendim se si i pa zgjedhjet ai. Në fund të emisionit, ju lutem, subscribe, abononi në këtë kanal, të kemi sa më shumë lidhje, sa më shumë shikues e mundsojnë që kanali të vazhdojë. Ndërkohë, në Focus TV jemi për natë në New York, shikohet në Kanada dhe në Europë. Edhe Tibo TV transmeton kanalin tonë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.